Ne pjo pushtetin o Allah njerëzve të drejt, ne pjo pushtetin njerëzve të mëshirshëm. Ja Allah, na jep liderat fort, na jep liderat mëshirshëm, na jep liderat drejt, na jep liderat që na udhëhecin drejt mirësisë dhe drejt madhështisë dhe drejt krenarisë në jetën e kësaj bote, edhe mu bashku në xhennet të tonë bashkë. Ja Allah, përmirësoje gjendjen e ummetit islam, gjendjen tonë personale, gjendjen e shoqërisë tonë, gjendjen e familjarëve tonë dhe pasardhësve tonë. Ja Arhamar Rahimin, ja Rabbel Alamin, na i forco zemrat në fenë tonë dhe na maj të qëndrueshëm në rrugën e drejtë. O Allah i madhëruar, mushe botën me drejtësi dhe me mëshirë. Bota tu kalu nga momente të vështira, momente zullumi dhe padrejtësijet, momente kur jeta e robit nuk ka vlerë. O Allah, të lutem, ktheje edhe i herë rrotën e historisë, jepi lavdi ummetit islam, jepi lavdi o Allah njerëzve të drejtë, njerëzve të mëshirshëm, njerëzve që e kanë boshtin njerëzor dhe që kanë mëshirë dhe drejtësi në zemrat e tyre. Ne pjo edhe i herë forcë o Allah dhe naltsojnë në jetën e kësaj bote. Ne pjo pushtetin o Allah njerëzve të drejtë, ne pjo pushtetin njerëzve të mëshirshëm. Ja Allah, na jep liderat fort, na jep liderat mëshirshëm, na jep liderat drejt, na jep liderat që na udhëhecin drejt mirësisë dhe drejt madhështisë dhe drejt krenarisë në jetën e kësaj bote, edhe mu bashku në xhennet të tonë bashkë. O Allah, na ban edhe i herë udhëhecës të kësaj bote që ummet islam, për ta rregulluar këtë botë dhe për ta përhap mëshirën, mirësinë, drejtësinë dhe fjalën tonë, që fjala jote të jetë më e lartësuar o Allah, dhe na jep një jetë të sinqertë dhe drejt në këtë rrugë. O Allah, forcoje ummetin islam. O Allah, të lutem, largoja vështirësitë, largoja o Allah luftrat gjithë vëllezërve tonë që janë të heq keq, gjithë vëllezërve tonë që janë të vrarë. Të lutem, largoja luftën, largoja vështirësitë, largoja o Allah këtë gjendje të vështirë dhe jepo aty në fitore, jepo madhështi dhe jepo krenari o Allah që dalin fitimtar.